Nëse do të kërkosh pulsin e ekonomisë, nuk mjafton të dëgjosh korporatat apo deklaratat zyrtare. Duhet të hysh te biznesi i vogël. Aty ku qarkullimi bie menjëherë sapo qytetari shtrëngon dorën në portofol. Biznesi i vogël në Shqipëri sot po përballet me disa presione njëherësh. Taksat dhe kostot operative mbeten barr. Qërat në zonat urbane janë ngjitur. Konkurrenca shpesh është e shtrëmbëruar, sidomos kur informaliteti vazhdon të mbijetojë. Dhe mbi të gjitha, konsumi nuk është aq i fortë sa pretendohet në retorikën zyrtare. Ka sektor që përfitojnë nga sezonaliteti, sidomos në turizëm dhe shërbime, por kjo nuk mjafton për të mbuluar gjithë ekonominë. Një restorant në Bregdet mund të ketë një ver të fortë, ndërsa një dyqan lagjeje në qytet mund të numërojë ditët me ark të dobët. Ky është ndryshimi mes pamjes kombëtare dhe realitetit të fragmentuar. Edhe kur qeveria promovon lehtësi fiskale apo formalizim, efekti nuk është gjithmonë linear. Ka raste ku rregullat janë të nevojshme dhe tregu ka nevojë për disiplinë, por ka edhe raste kur bara administrative dhe presioni i kontrolleve nuk shoqërohen me klim të ndershme konkurruese, dhe atëherë ndershmëria ndëshkohet, ndërsa manovra shpërblehet.